Vend grumbullimi I mbetjeve inerte në zonën e ish ushqimores në Vlorë po shndrohet në një pikë të re problematike për menaxhimin e mbetjeve në qytet. Në këtë zonë, e cila fillimisht ishte përcaktuar për depozitimin e mbetjeve inerte të dala nga ndërtimet dhe prishjet, prej kohësh po grumbullohen edhe mbetje urbane, një praktikë kjo e ndaluar me ligj. Kjo situatë është evidentuar përmes një vëzhgimi të kryer këtë të diel nga televizioni 6+1 Vlora, ku shfaqen pamje të qarta të ndotjes dhe abuzimit mjedisor që po ndodh në këtë hapësirë. Përveç mbetjeve ndërtimore që sillen nga ambiente private, në këtë vend grumbullohen edhe mbetje të zakonshme shtëpiake, duke e kthyer zonën në një problematik më vete. Aty automjetet hyn lirshëm, pavarësisht pranisë së një tabele në hyrje që teorikisht ndalon këtë aktivitet. Kjo ngre pyetjen nëse fusha është e hapur apo e mbyllur. Vendi grumbullimit të mbetjeve inerte këtu në Jalli të Nartës, që firmat e ndërtimit kanë të drejtën e dhënë nga bashkia për të bërë të mundur depozitimin e tyre, duket se po shërben së fundmi edhe si një vend I grumbullimit të mbetjeve urbane, gjë që është e ndaluar. Megjithatë, Bashkia e Vlorës ka vendosur që përkohësisht ta mbyll vendin e grumbullimit të mbetjeve inerte, pikërisht këtu ku unë gjendem, për shkak se do të kapsulohet fusha e cila gjendet në lagjen 24 maj, pra thëndryshe fusha e vjetër e mbetjeve urbane të qytetit. Megjithatë, duket se ka automjetet cilat po vinë këtu, edhe në këto momente që ne po bëjmë këtë vëzhgim, pra janë automjete të vogla, të cilat sjellin mbeturina, që me shumë mundësi janë mbeturina urbane dhe jo inerte. Megjithatë, këtu ka qenë edhe një stacion I policisë bashkiake që nuk lejonte automjetet përpara disa muajve, ai është hequr dhe kantiri është totalisht I hapur, pavarësisht se në hyrjet e tij ka një tabel që e ndalon kalimin e automjeteve brenda kantirit për të hedhur këto mbeturina. Megjithatë, duket se jemi në një moment që ka një ngërç, pasi fusha ose do të mbyllet ose do të qëndroj e hapur. Të paktën ditët e fundit kjo nuk po kuptohet se çfarë vendimi është marrë së fundmi, për faktin se aty poshtë ekziston tabela, por nuk ka një automjet policisë bashkiake që të ndaloj hyrjen e mjeteve. Sipas një urdhri të mëparshëm të autoriteteve vendore, mbetjet inerte të qytetit duhet të depozitoheshin në fushën e mbetjeve urbane në lagjen 24 maj, me qëllim që të ndihmonin në kapsulimin e kësaj të fundit, një proces teknik për mbylljen dhe rehabilitimin e vend depozitimeve të mbushura. Megjithatë, kjo praktik duket se nuk po ndiqet më, dhe zona e ish ushqimores, në mungesë të monitorimit dhe ndërhyrjes, është kthyer në një tokë të askujt, ku rregullat nuk respektohen dhe ndotja shtohet dita ditës. Ky është një sinjal alarmi për autoritetet lokale dhe për institucionet mjedisore, të cilat duhet të ndërhyjnë me urgjencë për të ndaluar këtë situatë që rrezikon jo vetëm estetikën urbane, por edhe cilësinë e jetës së banorëve në këtë zonë.